pa u kontestu. Veç të sqarojmë edhe një publikut kush po na ngon se presidentja Osmani dhe Albin Kurti, kryeministri atë kohë, nuk e kanë refuzuar dekretimin e Blerimi Yusufit për shkak të gjetjeve të shoqërisë civile. Zonja Osmani ka refuzuar për këtë arsye. Veç pak, çështja ka qenë atëherë emri. GLPC-ja, KDI-ja, mediat janë kompetente për ta monitoruar një proces, por nuk kanë kompetenca për të rekomanduar anulim, mund të rekomandojnë, por nuk kanë togër që nuk e kanë bind këshillin që gjetit e tyre ta bëjnë që ta anullojnë kandidatën e tyre. Me Bosnjën 109, bëj pak, konstitutës edhe 110, nuk ka ndodhur në Republikën e Kosovës që një president ta refuzojë një propozim të Këshillit Prokurorit të Kosovës. Bile edhe nuk e di. Tash ke ushtruesja presidente se ka takuar edhe kryetarin e Këshillit të ri tash, përpara nuk e di Jetish Maluka kush ka qenë ka pasur takime me presidentin, por ka një tendencë të hapur. Por Albin Kurti ka dalë ka thonë, unë edhe presidentja nuk e pranojmë Blerimi Yusufin për shkak se arsye politike e tjera. Mirë, por nuk ka thonë, jo bre, ka qenë tipike ndërhyrje politike, nuk e ka bu për juve. Nuk e ka bu për që ju keni... Nga vishpak, gjetit e juve, vishpak të thëmë qëto, gjetit e juve kishin me qenë dhe janë dëbishme për masit të kynë mandatin, Blerimi Yusufi të përmisuat, sepse 7 vjetë e ka mandatin. Pra e ka fitu juridikis pozitën. Po të ishit e një vend Blerimi Yusufit, kishin 20 vjetë përvoj pune. Do të luftoje për një të drejtë që ta ka do Këshilli Prokurorial mas 20 vjetë përvoj pune. Dhe ka pos suksese në akta akuzin për ato i qiqin që përfrujnë këta politikanë tash. Ka pos suksese edhe në shumë dëtimin e krimit të korrupsionit edhe kështu i pa dekretuar, pra si kryeprokurori i prokurisë speciale. Prandaj ka qenë problem emri. Ju mirë që keni monitoru, por përmisu me këshillin që vjen. Pra këta që vjen. Këta që po gutën. Edhe po të gutën për ushtruesës së presidentes, me zgjedhje sa më shpejt, që të është ndikimi i madh politik. Dhe ky proces që mos ka integritet çysh sonte nëse këta gutën të hanë në shpollën, sa dalë volena me dekretuar. Jo, se nuk është palë që 4 vjetë, që ndodhe. Dasha të u bo për gut që vetë vendusja mi kopë dhe për prokurorin e shtetit. Po pëse për gut nëse është... Po kësa për gutën, ka këshilli i ri prokurorale, po tutëna. Këta me ka të integritet, ka bashkë që tash nuk e shpollin konkursin. Dhe thujnë, po bra, po një mani të përmisohet sistemi ju si ekspert, ma vanë, kur t'i kryna zgjedhjet e shtotë qëllshorit, zgjedhjet presidenti ri, që atletet të shpollin konkursin, ka të dhujnë integritet dhe pavarësi. Që tash janë në ndikim politik. A kanë mujtë, po, para se të kalej, a kanë mujtë që me i përmisu gabimet cilat janë vlerësu në proces. Dhe këshilli, se ka insistu, të argumentej dhe t'ju shtroj pyetje. Nëse këshilli i ka pas që ato vota dhe ka pas mandat që edhe një herë, nështë edhe 2 herë edhe 3 herë me zhvillu procese për zgjedhjet e kryeprokurorit të shtetit, sepse kanë pas mandat brenda këtyre 4 viteve, pse se kanë udhëheqë edhe një proces ose edhe 2 procese tjera për me e bo me o pejas deri në zhë komplet procesin pa u kontestu për jaskujt. Sepse, dhe me thonë, në këtë rast, s'ka pas problem dhe s'po ka problem me emrin nga akterët të shoqërisë civile që i kanë vlerësu gjetjet e gabimet që kanë ndodhur. E po ashtu, s'po besoj as ambasada amerikane, as zyra BE-s që i ka pas çdo probleme me emrin, i ka pas me procesin që është udhëheq me shumë gabime. E tash, pse që ky këshill 4 vjet ka prit, se tash po i thojnë aty në pse me nguti, po pse ai këshill s'ka pas nguti më herët me udhëheq, për shembull para 2 vjetëve. Edhe me zgjedhje edhe një herë kryeprokurorin, edhe me propozuar dekretim. Patjetër. Ky këshilli e ka ruajtur integritetin mos me rënë ndikim të politikë. Po çfarë integriteti ka pas ai këshill rekomandimin e vet? E ka ruajtur pavarësinë për rekomandimin që ka bërë. Po çfarë integriteti ka pas kur s'ka pas integritet procesi? A keni me anullu rekomandimin e këshillit sepse për mu kryeprokuror i Kosovës është Blerimi Yusufi me rekomandimin e këshillit vitin 2022 dhe kërkush se ka anullu çat rekomandim. Jo, ai pa u dekretuar nuk ka ekzistencë. Nga një fuqi, po këta kanë me anullu. Çfarë arsye kanë me ose çka kanë me bërë? Nëse për ty është kryeprokuror, për mu këshilli është i pavarur, nuk është në ndikim presidentit. Po, vërtet është, po... Nëse ju dani me bë presidentin edhe shefet këshillit prokurorial, në rregull. Jo, besoj dekreton procesin. Po i kemi se çdo proces. Se i bën pyetje ta morën përgjigje. Për shembull, që
qëllimet e medias dhe GPLC-s dhe KDI-s kanë qenë përmirësimi i sistemit, ndërsa tendencat e politikës kanë qenë eliminimi i Blerë Mesufit për ta vendosur një kandidat. Tendencat e ambasadës amerikane e zyrës përmirësimin e sistemit, përmirësimin e sistemit. Pse atë Këshilli Prokurorial s'ka dashur të përmirësojë sistemin? Ke lexuar apo? Çaja ku niveli i procesit. Atë proces kanë mujt me anulu edhe me kthy edhe. Po nuk e kanë anulu se ishin duk që po binin ndikim të Albin Kurthit. Mirë kanë bërë që se kanë anulu. Edhe këta mirë bojnë që nuk e shpollin që tash me kallëzojnë integritet dhe pavarësi. Hajde ta pyesim zotin Krasniqi, ti kthehemi. E shpjegoj sistemin me Bashkë kur thot politika. Vesh tregoj. Bashkë kur thot politika prokurorit më thon stop. Jo, kjo është politike. Zoti Krasniqi, çka ka ndodhur? Voti profesional tash. Zoti Shala, ta kalojmë te zoti Krasniqi. Çka ka ndodhur me procesin e rregullorës për ndryshim dhe plotësim, edhe a ka diçka që ndërlidhet nga këto që po i ngrit zoti Smakiqi? Më lejoni të sqaroj disa çështje. E para, avokati po thot i njëron ambasadën amerikane, zyrën e BE-s, shoqërinë civile, partnerë ndërkombëtar. Vetëm po. Kështu përkthej. Duhet me pos parasysh një çështje. Unë flas këtu me argumente, me prova. Shoqëria civile ka monitoruar një proces. Shoqëria civile nuk e ka ndalë procesin. Është komisioni i shkollës dytë veç pak. Komisioni me rregullorën për aprake. E përmeni me të drejtë gëzimi ku tha edhe në strukturë rregullorës ka pas probleme dhe struktura rregullorës nuk ka garantuar meritokraci. Tash ta shpjegoj pse. Këshilli para prak i ka pas 13 anëtar. Në përbërjen kur zhvillu konkursi kanë qenë 11 anëtarë të Këshillit. Nga ta, një jo prokuror, 10 prokuror kanë qenë me mandat. Tash, paneli kur ka zhvillu procesin i ka pas 5 anëtarë. Komisioni për shqyrtim që është quajt i ka pas 3 anëtarë. Pra, 7 anëtarë i ke pas të Këshillit që kanë marrë pjesë qoftë në fazën e parë, qoftë në fazën e dytë. Dhe kur ka ardhur çështja e votimit, komisioni për shqyrtim, ju bëjmë me dije se kjo është shumë e rëndësishme se publiku nuk e din. Komisioni për shqyrtim ka gjetur shumë shkelje. Edhe çdo shkelje të komisioni për shqyrtim i kanë po partnerë ndërkombëtar shoqëria civile. Sepse ka pas diskrepancë tepër të madhe të mes poentimit dhe arsyetimit. Dhe ka pas një përbërje kjo fjala korporatiste nuk është shpik, kjo është shumë reale. Do thotë, i ke pas 10 anëtar prokuror, 5 i ke pas në panelin e parë, 5 në komisionin e rishqyrtimit. Ma e mbrojtur nga politika ku atëherë se tash që janë 3-3 tash. Nëse ma të cënushëm. Atëherë nëse nuk po bëj deklarime politike. Komisioni i Venecës e do të 4-3. Tjetra mos nuk duhet na harruar një çështje. Raporti i progresit në vazhdimisht ka kërku emergjencën, shpolljen e procesit. Prandaj, krejt këtu në momentin kur Këshilli i Ri me 16 mars është konstituu, i ka pas parasysh dhe në koordinim me